Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, sonte jemi në episodin e radhës. E ftuar është Elina Xhaka, një studente jonë, e cila ka qenë me studime nga viti 2020-2025, pra këtë vit po themi e ka mbyllur mjekësinë e përgjithshme. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Për ne është kënaqësi e madhe kur kemi edhe i studentët, pra ju sa keni mbaruar shkolla, por ndoshta jeni prapë me studimet e masterit ose studimet që pas mjekësisë. Normalisht duke qenë që është muaji i Ramazanit, një nga miraqet tona është që të marrim dhe element të mjekësisë. Përpara se të flasim për mjekësinë, do flasim pak si e lidhni me Katarin. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia ime që të jem para jush sot. Lidhja me Katarin ka filluar para shumë viteve, kur isha rreth 11-12 vjeçe. Në vizionin tim si fëmijë, e shikoja thjesht si një vend në të cilin disa njerëz mundoheshin dhe donin të na ndihmonin mua dhe familjen time me anën monetare. Kur unë nuk futa në forumin studentor, që isha dhe pak më e rritur dhe kuptoja gjërat në një mënyrë tjetër, lidhja ime u bë më shumë shpirtërore se sa vetëm ekonomike ose e jashtme, u bë më shumë shpirtërore. Apo sociale po. Po. Në forumin studentor mund ta përshkruaj si vendi që më lidhi më shumë me fen dhe Kur'anin. Dhe jam shumë i njohur për këtë gjë. Aty tema që neve bënim në çdo fundjavë që takoheshim dhe flisnim, ishin tema të cilat të ndihmonin se si të përballeshim me gjërat e jetës, të përditshme, nga më të vogla tek më të mëdhat. Mënyra se si Kurani na ndihmonte që t'i përshkruanim gjërat që na ndodhin dhe si duhet t'i bënim ato. Kjo ishte ajo pjesë që unë tek Qatar Center gjeta një gjë shpirtërore dhe jam shumë falënderuese për të gjithë njerëzit që punojnë aty dhe jo vetëm punojnë, po japin nga jeta e tyre dhe nga dijet e tyre për të gjithë studentët që janë pjesë. Me që e pjesë e mjekësisë dhe dihet që agjërimi i Ramazanit ndikon dhe nga ana mjekësore. Shumë prej trendeve të kohës është mbajtje e dietave për ulje nga pesha. Pra si ndikon agjërimi i Ramazanit nga ana mjekësore tek individi apo dhe tek pesha e tij, pra ka ndikim apo jo? Po shumë e vërtet. Agjërimi përveç pjesës shpirtërore ka dhe një pjesë shumë të rëndësishme që është ana e shëndetit për të gjithë neve. Duke përmendur disa pika kryesore si ai vepron dhe ku ndikon më shumë tek organizmi ynë. E vërtet që humbja e peshës vjen dhe është e mirë, por kjo humbje peshe vjen disa faktorë të tjerë, siç është ulja e nivelit në gjak, e sheqerit në gjak, që me kalimin e kohës bën të mundur dhe uljen e peshës. Është ekuilibri i tensionit të zemrës, tensionit arterior, që edhe ky është shumë i rëndësishëm për çdo kënd nga ne. Është pushimi i sistemit tretës, nga ushqimet jo të mira, nga jeta e shpejtë, nga puna, nga shkolla, shumica nga neve harrojmë që pjesa e ngrënies së shëndetshme është e rëndësishme. Në muajin e agjërimit neve kemi një pauzë të disa orëve dhe kjo e bën që sistemi jon tretës të ketë një pushim nga gjithë lodhja, le të themi në thonjsa, e ushqimeve të jo të mira dhe ngrënia orar pa orar gjatë ditëve tona. Gjithashtu është përmirësimi i shëndetit të zorëve, ulja e stresit dhe e qetësisë mendore dhe është një detoks natyral i trupit ton. Në kohët e sotshme është bërë e modës detoksi me anë të lëngjeve të ndryshme, ushqimeve të ndryshme, por agjërimi është një detoks natyral kur ti lë trupin të pushojë. Duhet të tek diçka shumë të rëndësishme që agjërimi i mirë dhe bën mirë në trupin ton kur neve kemi kujdes se çfarë konsumojmë dhe në iftar dhe në syfyr. Sepse neve mund të rrim të ditën pa ngrënë, okay, dhe themi që kjo koha ishte nevojshme dhe pastaj kur vjen iftari dhe syfyri mundohemi që të kamuflojmë ato që nuk kemi ngrënë, që nuk kemi ngrënë. Do ndërhyje pak te syfyri, nëse do më lejoje. Në jetën profetike, profeti alayhis salam thot një shprehje shumë bukur, ku thot do të vazhdoj ummeti im të jetë i shëndetshëm nëse konsumon syfyrin. Pra shumë për njerëzve neglizhojnë syfyrin. Unë një nga episode e kam përmend këtë pikë, po me që ti po më trajton nga ana shëndetësore me pika, si e shef ti këtë ose si e trajton në këtë pjesë? Atëherë, kur neve kemi mëngjesin, drekën dhe darkën, dimë që mëngjesi është nisja e sistemit ton tretës. Do të thonë neve konsumojmë një mëngjes që sistemi jon tretës thotë që jemi zgjuar, tani do filloj dita. Kur neve nuk e konsumojmë syfyrin dhe rrim shumë orë të tjera pa ngrënë deri në iftar, do të thonë trupi nuk e merr atë aktivizimin që i duhet. Prandaj syfyri është shumë i rëndësishëm për të marrë vlerat kryesore dhe ujin që nuk do kemi gjatë ditës dhe është rëndësishme që të fusim dhe perime dhe fruta, sepse na mbajnë më gjatë. Prandaj është rëndësishme. Po iftare se ne kemi zakon në iftar pastaj. Po. Sistemona mirë. Zakon i lezetshëm. Jo, dhe iftari është rëndësishme shumë, domethënë, okay, unë e kuptoj që
gjatë orëve që nuk kemi ngrënë, është e nevojshme që në iftar të ham, po duhet ham gjëra të shëndetshme. Jo yndyrna, jo gjëra djegëse, jo të skuqura, më thënë, e rëndësishme është të fokusohemi tek proteinat, siç është mishi, veza, dhe te perimet dhe fruta që japin vlerat të tjera ushqyese siç janë vitaminat dhe mineralet. Tek dëgjuesit ton jemi sigurt që ne kemi edhe student, kemi djem, dhe nga jeta ime që kam parë në praktik, shoh që e çelin iftarin me duhan. Si të duket ty ky? Okej, duhani është një vezë. Ta qelesh me duhan është udi e madhe, realisht. Nga ana parë është që nuk lejohet, jo vetëm nga ana shëndetësore, por flasim nga ana vetare çështë tjetër, por sepse kuptohet publiku i hapur. Është diçka psikologjike. Domethënë ai është e dëmshëm. Është shumë e dëmshme. Pra imagjino të çelësh iftarin me duhan. Po, është shumë e dëmshme, stomaku ka qenë tërkohës bosh. Do thonë që çelëri ka stomaku me duhanin, po duhet të dimë që një pjesë e tymit edhe në mushkëri dhe në të organizmin futet dhe ka nikotinë dhe ka substanca që nuk janë të mira. Do thonë është e dëmshme. Pra këshilla jonë është ta çeli iftarin, sikur thot profeti i Zotit, me 3 kokra hurma nëse ke mundësi apo me ujë. Pra, nga tekstet fetare që ne përmendëm, mrekullia që profeti sallallahu alajhi ka dhënë rëndësi syfyrit, pra, se shumë për njerëzve më thon telefon për sort thot, a pranohet agjërimi se s'kam hungur bukë sot? Jo, agjërimi pranohet. Por nuk është mirë për patjetër. Në fjalë mund ndodhi një natë që zgjohesh dot, por jo ta bësh ti trend apo rutinë që gjithë Ramazanin të agjërosh. Vazhdoj ashtu. Pas syfyr. Po, është vërtet. Kush është këshilla jote me pak fjalë për shkak minutazhit? Çfarë këshilla do japsh studentëve për agjërimin e Ramazanit, qoftë nga ana mjekësore? Po. Atëherë, siç e thash në fillim që Ramazani është një pastrim i shpirtit dhe i mendjes, duhet i vihet theksi që është dhe një pastrim i trupit. Kështu që ta shikojnë sikur po bëjnë një gjë të mirë dhe për Allahun dhe për veten e tyre në ndërtim të Allahut, por dhe për veten e tyre në anë të shëndetit. Ky është mesazhi im. Kënaqësi që ishe mesin ton. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe takojmë në episodin e radhës.